zakonisht e gjerë, që Rama do të largohet. Dhe, në ndryshim nga zonja Çepani që mendojnë që është kundër klasës politike, në fakt nuk është kundër klasës politike, por është kundër Edi Ramës. Ka rryma të ndryshme brenda protestës që duan. Po mirë, pse nuk lejohen eksponent të rëndësishëm Partisë Demokratike që të jenë pjesë e protestës? Ka raste që i kanë larguar, jo vetëm që nuk i lënë që të flasin. E para, e dyta, si e shpjegoni që pothuajse në çdo protest kemi dy pankarta, Rama Burg, Berisha Burg? Kjo nuk ka qenë prej fillimit. Grupet marksiste apo njerëz të infiltruar nga pushteti apo nga Sorosi duan të relativizojnë të keqen. Pra jeni në një mendje me kryeministrin Rama në këtë pikë, që ka rryma, grupime në këtë protestë. Pushteti mundohet gjatë gjithë kohës që ta vrasë protestën. Këtë gjë ka bërë Edi Rama gjatë gjithë kohës. Me grupet të ndryshme të Sorosit. Po mendon me sa duket edhe opozita, që aty ka disa dashakeqës, aty ka disa rryma që bëhen bashkë. Pikërisht po them, pushteti mundohet gjatë gjithë kohës që ta vrasë protestën duke futur diversantë të ndryshëm, duke futur provokatorë të ndryshëm, për shkaktuar incidente, për të provokuar opozitën. Por unë i bëj diçka të ditur gjithë protestuesve. Nga ana strategjike, nuk është e mençur që ti të luftosh edhe opozitën, ndërkohë që ke përballje me pushtetin. Pra ti ka ardhur aty sepse ta ka shkaktuar gjendje e keqe ekonomike. Ti ka larguar shqiptarët ose familjarët, ti ka larguar Edi Rama. Drogat e ka sjellë Edi Rama, pasigurinë në vend e ka shkaktuar Edi Rama. Të luftoj arsimin dhe të dha opsion për gjithë të rinj drogën dhe çfarë po ndodh? Dakor, po ata duan dorëgjën e Ramës, ama nuk kanë ngushkojnë, se thonë edhe Berisha në burg. Shiko, zoti Berisha nuk po kërkon të përfitojë nga kjo protestë, po e mbështet çdo pikë të protestës dhe po i thotë. Në një vend normal, bie majoranca si pasojë e protestave, kërkesave të qytetarëve, vjen opozita, apo jo? Tani, edhe njëherë, opozita është PD-ja, ka edhe disa parti të tjera të vogla. Mirë, PD-ja është forca më e madhe opozitare, biem dakord për këtë. Por kjo është argumenti i dytë pse nuk është antisistem. Sepse ne kishim zgjedhjen në vitin 2025. Kjo revolta që ndodhi sot ka qenë dhe para një viti, ka qenë dhe para 4 vjetësh. Dhe nuk me këtë rezistencë? Me këtë rezistencë, jo, sepse vazhdimisht rrathet e pakënaqësisë shtohen vazhdimisht. Edhe pse largohen shumë njerëz, thonë që kanë ikë demokratë, kanë ikë socialistë pafund. Po pra bulevardi është plot, sepse rrathet e pakënaqësisë shtohen. Kështu që nëse do ishte antisistem, e para edhe si termesh e gabuar, sepse dy sistemi janë o komunist o kapitalist. Për marrëveshje fjale antisistem, na zhvërën ne kështu e zakonshme. Po në fakt nuk është saktë amandama. Jam dakord. Edhe kjo Shqipëria e re tingëllon shumë komuniste. Unë kam dhënë idenë time Shqipërinë tonë. Këta na kanë vjedhur. Shqipëria e re, po Shqipëria e re ka ardhur nga zonja Spiropali, kështu ju. Zonja Spiropali tani ka shpallur. Shpall një në Shqipërinë e re, termi Shqipëria e re. Po zonja Spiropali ka marrë nga bulevardi. Ka dalë bulevard, pastaj e ka ndjer zonja Spiropali. Dhe unë i thash, ne duam mbrapsht Shqipërinë tonë, Shqipërinë që na kanë vjedhur. Po na grabisin tokat, po na grabisin pronat, po na shkatrojnë shtëpiat, po na përzën, na kanë marrë taksat, na kanë marrë gjithçka dhe nuk marrim shërbime. Pra të kthejmë mbrapsht Shqipërinë tonë, do ishte më përbashkuese, dhe më e ndeshme mendoj sepse ka ca terma, siç na tha Yurikim Midani Bar, edhe kjo Shqipëria e re si ekspozita ish Shqipëria sot apo kinostudja Shqipëria e re etj etj. Që duhet jemi të korrekt edhe me këto terma. Megjithatë, nëse do ishte antisistem, thash, do ishte këto partitë e reja do kishin dalë shumë më lart në përqindje edhe votash, edhe mandatash. Edhe ato e shikojnë si pjesë sistemit më sa duket. Edhe ato nuk janë pranuar, por nuk janë, më dëgjoj, të gjithë shqiptarë jemi, edhe të gjithë, po kemi prirë majtë, o kemi prirë djathta. Kanë dalë 2 parti, apo 2 parti nga PD-ja, edhe kanë vende emra të ndryshëm. Por nuk e shikoj edhe nuk është lëvizje antisistem. Fillimisht ka qenë për shkak të incidentit të tmerrshëm që ndodhi në Zvërnec. Patjetër. Edhe pati një frustrim të madh. Unë nis për flamingot edhe për pelikanin kaçurel, por që ishte kundër Edi Ramës dhe nuk është as kundër investimeve të huaja, sepse gjithë shqiptarët duan investimet tuaja. Unë jam aty në shesh dhe i dëgjoj që thonë ne duam investimet tuaja, por që të respektojnë natyrën, sipas Konventës së Bashkimit Evropian 2001-shit. Zoti Berisha këtë gjë ka thënë. Zoti Berisha ka pranuar edhe listat e hapura, ka thënë edhe për president që zgjidhen nga populli, edhe për ka pranuar listat e hapura, po marrëveshjen me PS-n e ka bërë për kodin zgjedhor tani, se jemi gjithë këtu dëshmitar. Marrëveshja është bërë në 2008-ën, më pas jo, po flas për këtë të fundit, se sa herë që kemi zgjedhje bëhet nga një marrëveshje, bëhet nga një ndryshim.
marrëveshje me partitë parlamentare do bëhet. Nuk do bëhet jashtë sistemit. Po të kërkosh listat hapura, kur bie dakord me majorancën e cila i do të mbyllura... Partia politike prezanton... Mirë, se nuk është kjo. Erges, doja do të pyesja, deri në çpik Partia Demokratike është e përfshirë në këtë protestë. Shiko, se demokratët thonë po... Me sinqeritet ta them, që 67% atyre protestuesve prej ditës parë janë demokratë. 67%? Po. Demokratët kanë shkuar edhe pa marrë një orientim apo një fjalë nga zoti Berisha. Kanë qenë në shesh. Madje edhe mua më thoshin që duhet vish. Unë nuk kam hyrë në protestë ditë e para, me sinqeritet e them, sepse ditën e parë nuk e kuptova çfarë ndodhte. Edhe nuk isha në Tiranë atë ditë, dhe thjesht e kam parë se si do të shkojë kjo protestë. Më pas kam shkuar pothuajse çdo ditë. Dhe e shikoj sepse i njohim njerëzit në Tiranë, edhe un kam 13 vjet në rrugë. Jo rastësisht kam marrë sekretariatin për aksionin qytetar, sepse kam 13 vjet në rrugë dhe njoh gjitha fytyrat. Ka pas shumë fytyra të reja, ka pas njerëz që punojnë në bashki, ka pas socialist pafund, por që shumica janë demokratë. Edhe tash në një masë kaq të madhe njerëzish, ku 67% janë demokratë, nuk mund të flasin për lëvizje që është kundër klasës politike. Për më tepër, nëse do ishte kundër klasës politike, pse demokratët nuk dalin të flasin atje? Madje disa prej figurave janë larguar, apo jemi dëshmitar për këtë? Shiko, aty unë kam dëgjuar që edhe kur përmendej Belinda Hamburg, kishte njerëz të cilët nuk e kishin me dëshirë nga ata që mbanin mikrofonin aty. Pra, thash, pushteti gjithmonë mundohet ta kontrollojë diskursin publik. Qartë. Ges, meqenëse ngacmove, the i njoh njerëzit që dalin atje në shesh, se kam 13 vite. A mund më thuar si do të shkojë fati i kësaj proteste? Çfarë arrin të kuptosh? Se një njëjtën pyetje i bëra e zonjës Çepani, në cilën pikë është protesta, se ka shumë rëndësi kjo. Shiko, protesta është gjithmonë ditë e para është me ngjitje. Pastaj ka një lloj stacionin, nëse nuk kalon. Sot.